Sot zyrtarisht u bë pranim dorëzimi i postit të kryetarit të Kuvendit nga kryetari më pashëm, zoti Musliu, të cilin e është zë rasti ta falenderoj për punën e bërë në mandatin 4 vjeçar. Pra, respektua vota e popullit e 6 muajit, në të cilat Partia Demokratike i fitoi mbi 5.000 vota dhe erdhi deri te ky koalicion në të cilin i takoi mandati i kryetarit të Kuvendit Partisë Demokratike dhe ajo më nderoi duke më propozuar për kryetar të Kuvendit dhe e cila rezultoi me mbledhjen e Kuvendit të 8 qershorit të cilën u zgjodha në mënyrë unanime nga 20.000 këshilltarë si kryetari i Kuvendit. Në vijim pra në mandatin e ardhshëm, unë do të mundohem të jem një kryetar për të gjithë këshilltarët, por edhe në shërbim të gjithë popullit dhe shpresoj se Kuvendi ardhshëm pra këshilltarët do të më ndjejë si një kryetar i të gjithë tjerë dhe do të kenë tretman të barabartë të gjithë. Po ashtu edhe njëri falenderoj edhe këshilltarët e mandatit të kaluar, të cilët bënë një punë të vlefshme në mandatin e kaluar.